Tani ti thua paleo, keto, mesdhetare, dash që ti je skeptik për sa i përket nivelit të karbohidrateve, po për sa i përket dietave vegetariane dhe vegane. Pra ka kultura, ka njerëz, sidomos kanë një tendencë për shkak të ruajtjes, mbrojtjes planetit për një kauzë morale mbi të gjitha, që të shmanget konsumimi i mishit. A mendon se mund të jetojë njeriu në një dietë vegetariane ose vegane? Kjo është tjetër gjë. Unë kam shumë dyshime. Kam shumë dyshime për këtë. Mendoj që nuk është dieta e përshtatshme për njeriu, për qenien humane të themi. Kuptohet që mund të jetohet, por çfarë lloj cilësie jetë ke, ka ndryshim shumë të madh. Për shembull, për një atlet, një person që ka aspirata fizike, mua më duket tepër e vështirë. Janë shumë faktorë, nëse ka atlet që janë të deklaruar si vegan, Novak Djokovic për shembull. Sigurisht, por nuk ka qenë gjithë jetën vegan, Ai mund të jetë bërë vegan në një moment saktuar të jetës së tij, edhe për arsye që ai di, por nuk mendoj që ai që në fillesat e tij ka qenë vegan. Domethënë ai ka ndërtuar një performancë me një stil tjetër, pa mund ta ruash i bie. Dhe pastaj shikon, po të flasim për këtë temë, do paraqisim të gjithë faktorët që tregojnë se përse një dietë e bazuar tek perimet, tek ushqimet bimore të themi, tek drithrat, legumet, perimet, frutat e ëmbla të tjerë, nuk është e përshtatshme për shumë arsye. Ne kemi përmendur dhe në puntatat e kaluara që baza e jetës janë proteinat.